Po, opozita si po shkon drejt këtyre zgjedhjeve? PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja? Po nuk kanë çfarë të nuk ka sjellur asnjëri si në krahasim me zgjedhjet e kaluara dhe besoj që do ngelin në rezultatet të cilat i kanë pasur ose pak më të zbeta, domethënë varësisht nga kjo përqindja e ngritjes së vetëvendosjes, por në marrë tërësi, aty do të jenë rezultatet sikur të zgjedhjeve të kombëtare të nëntëshkurtit, më përjashtim që ndoshta kjo ngritje për 2-3% e vetëvendosjes do të mundsoj që vetëvendosje bashkë me partitë jo serbe në parlament do të mund të formojë qeverinë. Megjithëse këtu kur jemi tek koalicionet me obligueshme sipas kushtetutës me partitë minoritare, ka një rrezik që partia Rashiqit të mos futet në parlament, për shkakun që presioni i Beogradit mbi popullatën serbe është jashtëzakonisht i madh, dhe ka rrezik që të gjitha vendet në parlament i merr lista serbe, dhe nëse i merr që të 10 vendet të rezervuara për minoritetin serb lista serbe, atëherë kushdo që të ngrejë qeverinë do të obligohet që ta ketë në koalicion listën serbe dhe kjo do të ishte një, domethënë, si më thënë, një poshtrim goxha i madh për Albin Kurti nëse do të ndodhë kjo. Ndërkohë, PDK-ja ka një kryetar të ri. Pra, bëhet fjalë për kemi një kryetar të ri, cili ka qenë më herët edhe guvernatori i bankës, pra Bedri Hamza, një figurë që kam parë sondazhet që duket sikur i ka dhënë një hovë tjetër një pjesë të opozitës. E konstatoni edhe ju në Kosovë këtë gjë apo jo? Po është, shiko, ai po bën një fushat të mirë, jashtëzakonisht të mirë do thosha, por që për krahësit e tij, qoftë brenda partisë, edhe qoftë opinionistë të cilët janë në krah të tij, po i japin ndihmën e djallit. Domethënë po ndjekin strategji krejt të ndryshme nga dhe kjo do të e dëmton atë. Sepse nuk është një strategji e koordinuar, mirë që mund të sjellte, domethënë, një rezultat të tij më të mirë se sa në zgjedhjet e nëntëshkurtit.